Ka përfunduar pas sukses edhe përpjekja e 10 deputetëve për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, duke e thelluar më tej ngërçin institucional në vend. Ligjvënësit refuzuan sërish formimin e një komisioni për votim të fshehtë të propozuar nga Partia e Parë Vetëvendosje për të zgjedhur kryetarin e ri. Seanca e radhës do të mbahet të hënën. Deputetja nga radha e televizjes Vetëvendosje, Donika Gërvalla, pas dështimit të seancës, akuzoi partitë e tjera për bllokim të qëllimshëm të procesit. Të gjitha këto janë filma, janë finte të cilat duan të çojnë në blerje të kohës për të arritur diçka të cilën opozita duhet na tregoj tani. A është kjo diçka përpjekja për të krijuar një qeveri të partive opozitare së bashku me listën serbe? A është që pazaret mes tyre ende nuk kanë sjellë rezultat, apo dëshirojnë ta çojnë vendin në zgjedhje të reja? Ne nuk i synojmë zgjedhjet e reja, por edhe nuk ju shmangemi atyre nëse mbeten mënyra e vetme. Ndërkaq kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se Vetëvendosje po tenton të mbajë pushtetin me çdo kusht. As herën e parë, as herën e 10, as herën e 100 nuk ka lënë Albulena Haxhiu, sepse nuk e meriton ky kuvend ta ketë në krye një figurë të tillë. Ne, pavarësisht sjelljeve të tyre, qëllimet dhe interesat e qytetarëve i kemi prioritet. Andaj, i ftojmë që ta ndrojnë kandidatin, që të vinë e të sjellin një propozim i cili vërtet mund të jetë rrugdalje. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, përsëriti qëndrimin se ndryshimi i mënyrës së votimit është jo kushtetues. Seanca konstituitive ka nisur që prej 15 prillit dhe deri më tani deputetët kanë kaluar vetëm 2 pika: raportin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe atë të betimit të deputetëve. Procesi ka ngecur tek pika e 3, që është zgjedhja e kryeparlamentarit, e cila kërkon të paktën 61 vota.